Pyte që ju bëjnë me siklet, ndoshta me që ju bëjnë të... Doktor, çka ndodhi me neve, çka po ndodh me shtetin tonë? Çka është ju bën këtë vend? Që kanë me të vërtet nuk po kam përgjigje. Në thëtë, është kriju pasiguria se në çdo moment, çdo ku na mund të shkojmë në zgjedhje, vetëm se dikujt I teket mos me u zgjedh dikush tjetër. Domethënë pozitat të larta shtetërore ose pozitat shtetërore menaxheriale shihen si prunë të një individi ose një partie e cila po udhëheq. Edhe sikur është kriju një monarki, sikur edhe populli po e ndin veten të pafuqishëm në raport me ndryshimet të cilat po ndodhin, po shihet për çdo ditë matutje që po shkojmë drejt humnerës, humbjes së institucioneve, humbjes së kredibilitetit si shtet. Këto janë kanë çështje që nuk ka përgjigje, po do në kohë të mi u përgjigj dikujt, do në kohë energji mund ka ambient paradoksal. Ambient paradoksal, si është e mundur të fiton dikush me 51% dhe të mos të krijojë institucione, mos tjetë I gatshëm mos shprehet I gatshëm manifestoj vullnet vendosur, pali kundër politik për kompromis, për konsenzus me tjera. As për bisedë serioze në raport me të tjerët, domethënë, na e dim që 51% po përqindja e madhe tjetër është e opozitës. Po ti se konsideron që atë përfaqësim popullin tanë. Në momentin nuk I serioz në raport me opozitën, po si raport me një pjesë të madhe të popullit.